Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju që keni zgjedhur grupin numër 1 apo këtë kristalin blu këtu. Dhe të shohim se çfarë ka për ju. Perëndoresha, kalorësi i shpatës, të dashuruar që jep për zgjidhje, dhe aty dhe këtu, apo cilën të zgjedh, asi i monedhës dhe guximi, triumf, guximi apo forca. Të dashur ju të grupit numër 1. Po filloj me perëndoreshën. Ky lexim flet për një person që po rizgjohet brenda teje. Ambicjet, dëshira, një pjesë e butë dhe e dashur, të them, nga që perëndoresha është nëna tokë. Një pjesë e butë dhe e dashur po zgjohet në ju dhe jenë në një moment kur të vjen apo një ndjesi, fuqi e fuqishme, ndjemet të krijues apo krijuese, kurdo që të jeni, një moment kur zemra dhe mendja po kërkojnë të bashk punojnë, bashk bisedojnë, nga që poshtë kam të dashuruarit. Të dashuruarit është thjesht një zgjidhje, nuk ka të bëjë fort me fjalën që pasqyron, është thjesht një zgjidhje. Mund të jenë dy persona, dy projekte, dy situata, apo mund të jenë mendja juaj dhe zemra juaj. Sikur po bien ndesh me dhe do dëshironi por nuk e shikoni të arsyeshme, është gjëra të tilla, do thotë një zgjidhje në mes të zemrës dhe mendjes së juaj. Dhe kjo është luftë në vetvete. Absolutisht, ja ku është kalorësi i shpatës, është luftë në vetvete, një betejë, një luftë, një për ta kapërcyer. Do marrë ndoshta nëse përdorni siç thotë dhe perëndoresha, atë anën e juaj të butë, ta them, të nxjerrni në pak natyrën e juaj, se gjithë kemi energjinë feminine dhe atë maskuline, do thotë të nxjerrni në pak, kurdo që mund të jeni edhe mashkull, s'ka rëndësi, atë pjesën e dashurisë, pjesën ku është zëmra vendosë, dhe do bëni vendimin apo do bjeni deri në konkludim që çfarë do të zgjedhni më tutje. Kjo ka kohë ndoshta që është një luftë brenda jush dhe ja ku po vjen ajo që e keni dëshiruar tash e sa kohë të dashur. Kjo tregon për sigurinë, stabilitetin, lajme të mira, asi monedhës është në dorë keni atë çfarë jeni duke dashur për ta realizuar. Sado që sot për sot është paksa, ta them, në gëshër apo në mes të dy zjarmeve, është një pavendosmëri, prandaj thash, përdoreni perëndoreshën, energjinë e saj për të nxjerrë në pak më të mirën e mundshme të juajën. Dhe cila do jetë zgjidhja? Është se cili e ka në mënyrën e vet apo ta them e zgjedh në bazë të situatës së tij. Asi i monedhës tregon, siç thash, siguri dhe stabilitet. Do stabilizoheni, do siguroheni dhe kjo nuk do jetë është një projekt, ta them, është apo janë dy persona, janë dy projekte, apo janë dy persona, apo janë dy situata që nuk janë të thjeshta në vetvete, por janë paksa më të ndërlikuar, prandaj gjithë kjo luftë. Çfarë nëse zgjedh këtë person, çfarë humbas? Çfarë nëse zgjedh këtë, nuk e ka ky nëse është person apo projekt, çfarë do më sjell, ku do më dërgojë ky projekt, apo në familje, dy rrugë, dy mundësi. Apo siç thash, mendja ju thot diçka tjetër dhe zemra diçka tjetër. Prandaj, cilën do ta zgjidhni sipas situatës së juaj, do jetë një vendim i mirë, siguri dhe stabilitet, dhe do jetë kogja afatgjate, ta them, në atë kuptim, afatgjate në jetën e juaj, por edhe lajme të mira. Të gjitha këto, shikoni këtu, kjo është në fakt një farë mënyrë perëndoresha, nga që ka dashurinë e madhe dhe këtu është duke përgdhelur një luan në mënyrë metaforike, tregon forcën e saj të mendjes të dashur, jo të muskujve, forcën e saj, dashurinë e saj dhe si arrin ky person, qofshi mashkull apo femër, nuk ka rëndësi, si arrin ky person
të triumfoj, nga që kjo është triumfi. Triumf mbi këtë situatë të vështirë, të gjatë, të ndenjur, të çfarëdo që të jetë, do bëni zgjedhjen e duhur dhe jo vetëm aq, por gjërat do ndryshojnë 180 gradë nga ajo që keni përjetuar apo i jeni duke përjetuar të dashur ju të grupit numër 1. Po, është sfiduese, është një luftë në vete, siç thashë, jo për që do keni pengesa apo që do jetë sfidë, por që është cilin vendim të marr apo çfarë të bëj më tutje.